Përshëndetje gjithë musafirëve të cilët janë në sallën e pritjes, falenderit shumë. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe paansësinë. Familja ime dhe unë kemi jetuar në përsekutim të vazhdueshëm të shtetit serb. Përshëndetje gjithë musafirëve të cilët janë në sallën e pritjes, falenderit shumë. Përshëndetje gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. I nderuari kryetari i trupit gjykues, të nderuar anëtar të trupit gjykues. Në fund të gjykimit tim, po ju drejtohem për të theksuar një pikë të vetme, por të jashtëzakonshme prej rëndësie. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe paansësinë. Kjo nuk është thjesht një detyrë ligjore, është kontributi i saj i madh dhe trashëgimia që do të mbetet prej kësaj gjykate. Ky është edhe shkaku pse ju bashkova atyre mira grave dhe burrave që u rreshtuan në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës për lirinë e Kosovës. Dhe pse i kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim, që çdo qytetar të gëzoj drejtësi dhe që bota ta njohë të vërtetën për kombin tonë. Edhe në momentet më të errta, nuk e humba kur besimin, se e drejta, e vërteta dhe liria do të triumfonin. Ka besuar gjithmonë se populli i Kosovës, si çdo popull tjetër në botë, kishte të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar në liri dhe me dinjitet. Kam besuar se vujtjet do të merrnin fund dhe se drejtësia do të vinte edhe nëse më bonesë. Një të në kohë, kur nuk kam besuar se dhuna, urrejtja apo hakmarrja mund të jenë udhërrëfyes të ndershëm. Ato shkatrojnë shpirtin e një populli, jo vetëm të viktimës. Urrejtja është vetëm një formë tjetër e robërisë. Liria nuk mund të arrihet përmes padrejtësisë. As paqja nuk mund të ndërtohet mbi krim. Një kauzë drejtë nuk mund të mbrohet me mjetet e padrejta. Ky nuk ka qenë vetëm një parim teorik për mua, por një bindje e thellë morale që ka udhëhequr secilin veprim timin. Familja ime dhe unë kemi jetuar në përsekutim të vazhdueshëm të shtetit serb. Ky nuk është përshkrim abstrakt, është një realitet konkret i cili e ka prekur secilin anëtar të familjes sime, por edhe mbar popullin tim. Burrat, gratë, fëmijët, pa përjashtim, përballeshin çdo ditë me padrejtësi, frikë dhe pasiguri. Unë e di çfarë do të thosh të jesh i pambrojtur. E di çfarë do të thosh të jetosh në kërcënim të vazhdueshëm. Kjo është një përvojë që nuk ja dëshiroj askujt. Por më mësoi edhe një të vërtetë, thelbësore, në padrejtësi. Njeriu duhet të ruajë integritetin moral dhe vlerat themelore të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar edhe në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Kjo nuk është çështje interpretimi, kjo është çështje fakti.